Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë sërish sot për provimin e jurisprudencës. Protesta filloi në orën 16:30 te kura e Gurit në Shkup. Ai organizohet me moton bashkoni me studentët të gjithë njëzërin, ndërsa organizatorët thonë se synojnë mbrojtjen e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. Studentët u kanë bërë thirrje dhe sportistë, artistëve dhe figurave publike që t'i bashkohen protestës në mbështetje të kërkesave të tyre. Për krah studentëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut është rreshtuar dhe organizata veteranëve të luftës UÇK-s. Sipas organizatës, kauza e tyre është e drejtë. Ajo mbështet plotësisht studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë dalë tani në rrugë për të kërkuar dinjitet dhe status të barabartë për gjuhën dhe identitetin shqiptar. Zëri i tyre është legjitim, kauza e tyre është e drejtë, thuhet në njoftimin e organizatës. Veteranët e UÇK-s kujtojnë se shqipja nuk është nder i falur nga shteti apo i negociuar përmes marrëveshjeve politike. Vlerësohet se është një drejtë e patjetërsueshme një populli në trojet e veta. Kërkojmë që këto të drejta të respektohen minjëherë dhe pa kushte. Dinjiteti shqiptar nuk negociohet, apelojnë veteranët e UÇK-s. Bashkëkryetarët e Vlendit premtojnë realizim së shpejtë të kërkesave të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, shkruajnë përmes rrjeteve sociale Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti. Krerët e bashkëkoalicionit qeverisës premtojnë se së shpejti do të ketë lajme të mira. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë minjëherë pas Moldavisë, sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por e ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë nën 13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frym me rreth $19.700. Pastaj renditet Kosova me rreth $20.400 për frym, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Malizi dhe në krye Bullgaria me rreth $36.000. Flukset e emigracionit po shndrohen në pengesë kryesore për rritjen ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në 2 vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore, duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të emigracionit neto, duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në 2 vitet e fundit, 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e emigracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës, edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u zhvendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.